Jakub Krasniqi bëhet gjysh për herë të parë më 28 nëntor. Në një datë me peshë të veçantë kombëtare për shqiptarët, familja Krasniqi është zgjeruar me ardhjën e jetë të nipit i cili ka marrë emrin Geg, një zgjedhje simbolike që lidh traditën, identitetin dhe unitetin kombëtar. Lajmi është bërë ditur përmes një postimi publik nga djali i Jakub Krasniqi, deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Altin Krasniqi, i cili ka ndarë emocionet e tij për lindjen e djalit. Ai ka theksuar se emri Geg përfaqëson trashëgiminë e veriut shqiptar, ndërsa motra e tij mban emrin Toska, duke krijuar kështu një simbolik të qartë të bashkimit të gjithë shqiptarëve pavarësisht dallimeve dialektore apo gjeografike. 28 nëntori në familjen tonë u shtua edhe një festë, lindja e djalit ton, Gegës, thuhet në mesazhin e publikuar ku data e lindjes lidhet drejt për drejt me ditën e pavarësisë së Shqipërisë. Sipas tij, ardhja në jetë e Gegës përfaqëson shpresë, vazhdimsi dhe një mesazh pozitiv për të ardhmen. Jakub Krasniqi, figurë e njohur politike dhe një nga emrat më të rëndësishëm të historisë institucionale të Kosovës e asaj të UÇK-s, tashmë mban edhe rolin e gjyshit, një moment personal që vjen paralelisht me simbolikën e 28 nëntorit, megjithëse ai ndodhet në paraburgim në Hag. Familja e tij ka përjetuar këtë ngjarje si një bekim të dyfisht, festë kombëtare dhe gëzim familjar. Lindja e nipit me emrin Geg është pritur me urime të shumta në rrjetet sociale, ku qytetarë, miq dhe bashkëpunëtorë kanë shprehur për gëzimet e tyre për familjen Krasniqi, duke i uruar shëndet dhe jetë të gjatë të voglit të sapo lindur.